لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. O i vëllezër, jemi duke afruar ditës së Arafatit. Është ditë madhështore tek Allahu Azza wa Jall, për të njëjtën gjë edhe tek krijesa. Është ditë që Allahu Azza wa Jall është betuar në këtë ditë. Është ditë që Allahu Azza wa Jall na tregon që është dita e dëshmuar. Subhanallahu, do thonë është dëshmuar më përpara. O i vëllezër, gjëja e parë për çka është quajtur Arafat. Tregon Ibn Abbas i thotë: Inna Ibrahima lamma arada manasik. Me të vërtetë thot Ibrahimi kur ka marrë rrugë apo kur momentin ka dëshiruar me bë haxh, ka qëndruar tek dy kodra Safa dhe Marwa. Në këto dy kodra është paraqit domethënë shejtani. Pastaj është shku tek Xhemarat, domethënë tek vendi ku gjuhen goralecat. Në 3 vende është paraqit shejtani. Në 3 vende të njëjtën gjë Ibrahimi alayhi salatu wasalam e ka gjuhë shejtanin domethënë me goraleca të vogla. Pastaj ka ardhur Xhibrili edhe i ka thonë Ibrahimit alayhi salatu wasalam: e arafte, a e ke ditë që tash? Dhe për kjo është quajtur domethënë Arafa. Allahu a'lam, Allah dhe më së miri, mirë për mendimeve që ka këtë transmetim, domethënë është edhe kjo pse është quajtur domethënë Arafa, dita e Arafatit. Në këtë ditë është mirë të agjërohet, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na shtyn neve për të agjëruar këtë ditë. Në hadithin profetik thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: siyamu yawmi Arafa, yawmi Arafa, thot agjërimi në ditën e Arafatit. Shiko që në fillim të hadithit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na jep 2 sharime, po na dhes 2 drita të bardha të mira. E para është që po e cilëson me agjëru domethënë ditën e Arafatit dhe po e veçan ditën e Arafatit me agjërim. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: inni ahtasibu ala Allahi an yukaffira. Thot unë e llogariti si shpërblim për ato i cilë e agjeran ditën e Arafatit, që Zoti ja fal atij mëkatet, vitin që ka kalu dhe vitin cili do vjen. Subhanallah, mbranda 2 vite domethënë ai cili e agjeran këtë ditë të Arafatit ju fshihen mëkatet. Mirë. Ky angazhim, ky drejtim, ky sharim janë për ata jashtë haxhilerëve të cilët janë duke bërë ceremonitë domethënë të haxhit. Domethënë kjo agjërim nuk vlen për ta. Mi pa agjërimi vlen për ata të cilët janë jashtë ceremonisë haxhit. Mbas agjërimit mundohu që këtë ditë me shfrytzu në veprat e mira. Pse? Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e veçan këtë ditë, duke thonë që nuk ka ditë tek Allahu Azza wa Jall më së shumti që Allahu Azza wa Jall i largon robërit e tij prej zjarrit të xhenemit se sa në këtë ditë, në ditën e Arafatit. Andaj ba vepra jashtë agjërimit që me zgjedh Zoti prej robërve të tij që me të largu prej zjarrit të xhenemit. Në këtë ditë mundohu me shfrytzu me lutje. Prej momentit të fillimit para drekës deri në perëndimin e diellit, shfrytzoje kohën tënde me lutje. Pse? Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot: khayru du'a yawmi Arafa. Lutja më e mirë është ajo lutje e cila bëhet në ditën e Arafatit. Çka na jep kjo me kuptuar dhe çka na shtyn? Nuk ka pranim më së shumti që Zoti pranon lutje tër jetës tonë, apo tër vitit tonë, apo tër ditët e tua që ti kalon, se sa në ditën e Arafatit. Në ditën e Arafatit edhe lutja ka fuqi, edhe lutja pranohet. Zoti don lutjen në ditën e Arafatit. Andaj shfrytzoje
ditën e Arafatit me lutje të njëjtën gjë edhe ti. Në këtë ditë është e mirë të përzihet edhe dhikri, përmendja Allahut Azza wa Jall, në të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon. Thot afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabl. Thot gjëja më e mirë për lutjeve që unë e kam thënë dhe profetët e tjerë që e kanë thënë është lutja apo është dhikri la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Kjo është lutja. Lutja më e mirë që thuhet për dhikrit, domethënë dhikri më i mirë në këtë ditë që thuhet, që ka thënë pejgamberi dhe profetët e tjerë para tij, është kjo dhikr. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah.